na mbrojtëse po hyn mall nga jashtë. Kryeministri Edi Rama u bëri të qartë fermerëve sfidat dhe mundësitë që sjell përpuqësim procesi i anëtarësimit të vendit në Bashkimin Evropian, duke i kthyer përgjigje shqetësimeve dhe kërkesave të fermerëve në një diskutim në Divjak për skemën kombëtare 2026. Kufit nuk mbyllen. Nuk ekziston kjo më tepër në kushtet e Shqipërisë që është në rrugën për tu anëtarësuar Bashkimin Evropian. Pa projekte konkrete, pa bashkim fermerësh dhe pa krijimin e ndërmarrjeve të mirëfillta prodhuese, kryeministri tha se fermerët nuk duhet të presin llokume nga shteti. Pa projekt, thuaj sa të duash, jo na mbroni, jo kemi nevojë, po tregove atje projektin dhe po si the urdhë, s'merr dot lekët. U tregua kritik kur vjen puna te prodhimi i produkteve në vendin ton. Gjithë këto produkte të freskëta ti marrim siç janë nga fusha, ti çojmë në Europë. Por një pjesë të tyre ta përpunojmë këtu. Procesi i anëtarësimit, sipas kreut të qeverisë, shoqërohet dhe me kritere strikte për sigurinë ushqimore, ndaj dhe paralajmëroi për pasojat nëse nuk përmbushin standardet. Në rast se nuk plotësohen kriteret e sigurisë ushqimore të Bashkimit Evropian, ndalon shitja këtu. Ministri i Bujqësisë Andi Salla sqaroi fermerët si do të përfitojnë nga skema e kompensimit të TVSH-s dhe i njoftoi të bëhen gati sepse në shtator hapen fondet i par 3 për bujqësinë. Faturës tuaj që do të depozitoni pranë tatimeve në mënyrë që ne t'ju mbështesim në këtë sektor kaq të rëndësishëm. Ta rishikojmë edhe një herë pjesën e mbështetjes dhe mënyrës se si do të jemi ndaj aplikantëve. Zëvendës kryeministri Belinda Balluku dhe ministri i Financave folën me shifra për mbështetjen e qeverisë për bujqësinë. Vitin 2025 janë disponuar një shumë e rëndësishme mbi 600 milion lek të vënë në dispozicion të skemave. Dëgjesa me fermerët me qëllim rishikimin e skemës kombëtare 2026 do të shtrihet në të gjithë vendin.